Përshëndetje gjithë dhe mirë se u gjej. Jemi drejt për së drejtin ekranin e televizionit kombëtar Klan. Do të presim sot të ftuar një grua të fortë, të guximshme, të zonjë. Gjithmonë e kemi pasur si një nga ato gratë model në fakt në jetën publike shqiptare, por sidomos në politikë, sepse ajo gati bën 30 vite tashmë e angazhuar në politikë, ka arritje shumë të rëndësishme në karrierën e saj politike, duhet thënë, është gruaja e parë që ka marrë postin si ministre e mbrojtjes në Shqipëri dhe pa diskutim ky është një moment historik sepse është një pozicion i cili ka qenë gjithmonë i mbuluar nga burrat, është konsideruar si tillë dhe kështu që ajo duket se thyu tashmë një lloj konvencioni me përgjegjësinë e saj që mori nga viti 2013 deri në vitin 2017. Ndërkohë që aktualisht ajo është kandidate për deputete e Partisë Socialiste në qarkun e Tiranës, është gjithashtu kryetare e Komisionit për Politikën e Jashtme në Kuvendin e Shqipërisë dhe ne do ta kemi sot të ftuar në studio për të folur për të tjera gjëra, për ta njohur atë pak më tepër në profilin e saj privat, por gjithmonë e presim me shumë dashuri dhe me shumë respekt mbi të gjitha zonjën Mimi Kodheli. E presim në studio. Zonja Mimi Kodheli, mirë se erdhët. Mirë se u gjej. Me duar plot. Me duar plot. Oh, sa bukur. Atëherë, po e nisim nga vezët e kuqe. Pas keni bërë vezët e kuqe si vjetë. I bëm, sepse pashkë si për herë në këto pashkë edhe këtë herë vezët e kuqe nuk mungojnë në familjen time. Dhe nëpërmjet vezëve dua t'ju uroj çdo qytetari nëpërmjet emisionit tuaj të mrekullueshëm edhe nëpërmjet teje Rudina. Për shumë vjetë gëzuar, të kenë shëndet, begati, lumturi, çdo gjë, kështu që kjo është dhe një urim për ju dhe për familjen tonë të jashtëzakonshme. Një urim shumë i bukur me këto vezët e kuqe flak dhe më pëlqen shumë qentroja, me cilën është vendosur, mbi të cilat janë vendosur. Nuk po e tregojmë tani qentros, bëjmë dot tani, gjyshet kanë bërë. Pra duket si qentro e gjysheve, kështu që vërtet një kujtim i bukur dhe një kek gjithashtu. Unë nuk pata kohë që ta demonstroj se si i bëj keket në shtëpi. E sigur që është një kek i shtëpisë edhe vjen përveç se është i bërë mirë, gjykoj, është i bërë me shumë dashuri. Kështu që do t'ja ofroja të gjithë njerëzve që punojnë mas kuintave. Do t'a provojmë pastaj, nga pamja duket i pjekur për mrekulli, duket i shkëlqyer. Kështu që nuk shqetësuar po ta them paraprakisht. Ka qelluar edhe këtë herë. Do flasim pak atëherë dhe për marrëdhënien me gatimin që ka zonja Mimi Kodheli. Unë të falenderoj shumë dhe falenderoj për këto surpriza të bukura. Le t'i vendosim në tavolinë dhe le t'ulemi. Për të nisur me bisedën tonë, me gjëra të mira, të ëmbla, të mbara, me vezë të kuqe, dhe uroj që dhe për juve t'jetë një vit i mbar, pashkë të mbara dhe...